Bedri Hamza kandidon për kryetar të PDK-s. Tash dorëheqja djeshme me Krasniqit ka kuptim. Me saktë dorëheqja Memliu del të jetë veç një strategji, por me pozicionu sa më mirë Bedriu në garën për kryeministër pas humbjes së kandidatit të tij në zgjedhjet lokale në Mitrovic. Kret kjo është që Bedriu më hy me dy kapuça në zgjedhje, edhe si kryetari i PDK-s, edhe si kandidat për kryeministër. Diçka që i ka mungu në zgjedhjet e shkurtit Bedriut. Në ditët në vazhdim kemi me pa nëse këto zgjedhje në PDK janë farsë apo për një mes zgjedhje. E para lidhet me faktin nëse ka me pas kundërkandidat Bedriu. Dhe jo çfarë do kundërkandidati, po kundërkandidat që seriozisht e rivalizon Bedriun. Pra nëse ka me kandidu Enver Hoxha, Vlora Çitaku, Rani Ismaili apo ndonjë tjetër me ndikim në PDK që mundet me trazu garën. Nëse nuk ka kundërkandidat, atëri bie që krejt ideja zgjedhjeve demokratike brenda PDK-s është improvizim. Unë mendoj që gjasat janë mos me pas kundërkandidat, sepse gara në PDK është e pabarabartë. Është garë me fat të paracaktuar. Kaderi i garës është shkruar tashmë. Njerëzit e fuqishëm, përfshirë ish kryetarin Memli Krasniqi dhe disa deputetë të tjerë, disa prej grupeve më të forta politike në PDK e duan Bedriun për kryetar. Spaku deri në zgjedhjet që po vinë. Me shumë Bedriu duket një njeri që përkohësisht mundet me mbajt balancën në PDK, që mos më thy kerre pak para zgjedhjeve. Është një vendim që me i pauzu problemet në PDK, me i shty diskutimet për këto probleme dikur ma vonë. Është pra menaxhues i një balance të brisht mes grupeve që vinë nga Drenica, që dikur e kanë mbajtur barrën e votës, dhe të tjerëve që sot dëshirojnë me kriju karrierë në PDK, e dojnë hisën e tyre në PDK. Bedriut i duhet tashmë luajtë rolin e menaxhuesit edhe mes gjeneratës së vjetër dhe të rinjve, që në mënyrë pejorative quhen kollera, mes ish-komandantëve dhe civilëve. Në PDK ka një hatërmbetje nga zgjedhjet e kaluara për shkak të mënyrës se çysh vota ishte koncentruar në Drenicë. Dega e Prishtinës e PDK-s që është më e madhja, ka arrit me i dërgu veç Orhan Ismailin dhe Eliza Hoxhën si deputete. Memli Krasniqi ishte kryetar i PDK-s, ndërsa Vlora Çitaku është më e madhe se dega e PDK-s. Ndërsa nga degët e Drenicës janë diku një 16 deputet. Këto zgjedhje janë interesante edhe ka me i përcjell me shumë vëmendje. Prandaj bëma një follow nëse doni mi dëgju mendimet e mia.